Antidroga e Tiranës ka arrestuar në flagrancë një të ri, teksa ndodhi në ambientin e një restoranti të njohur në periferitë e kryeqytetit, pasi gjatë kontrollit u gjeti u sekuestruan mbi 1 kilogram kokainë. Operacioni u finalizua pas një hetimi të gjatë disa mujor, gjatë të cilit i dyshuari ishte mbajtur në investigjim të vazhdueshëm nga strukturat e specializuara të policisë së shtetit. Burimet bëjnë me dije se në Pranga ka përfunduar shtetasi Ervin Kaftiraj, i cili ishte në ndjekje prej kohësh nga sektori antidrogës. Policia kishte grumbulluar informacione të detajuara mbi lëvizjet e aktivitetin e tij, duke monitoruar kontaktet dhe mënyrën e veprimit, çka çoi në ndërhyrjen e menjëhershme dhe arrestimin e tij në momentin e duhur. Si ndër të bitërat mësohet se Kaftira ishte i njohur në Tiranë për aktivitetin e tij në biznesin e dhënies me qira të makinave, kryesisht automjete luksoze dhe mjete retro, një aktivitet që dyshohet se përdor edhe simbolin për veprimtari të palishme. Gjatë kontrollit fizik të atij të ambientit, u gjet lënda narkotike e dyshuar kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, agjentët e antidrogës po vijojnë hetimet për të zbuluar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, si dhe për të dokumentuar të gjithë rrjetin e shpërndarjes së drogës. Nuk përjashtohet mundësia e arrestimit të tjerë në vijim, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të tillshme ligjore.